marrëm pjesë me vullnetin më të mirë, me qëllimin më të mirë për pas e gjetur zgjidhje, ndonse ne të kohë me drojnë më të madhe se një gjithë ky takim ishte më tepër një farsë publike se sa substanciale. Fatkeqësisht droja jo nuk vërtetua në këtë takim, meqense qëndrimet e deputetit Kurti, thirrësit të këtij takimi, ishin pak a shumë të njëjtë ato që kanë qenë deri më tani dhe nuk as e respektonin, as se interpretonin njëjtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe për çështjen e votimit në sheft, edhe për çështjen e përgjegjësisë për shumicën që i takon atij. Më lejoni që të theksoj se për LDK-n është evidente që përgjegjësia për krimin e shumicës i takon zotit Kurti me paragrafin 130 të aktvendimit të gjykatës kushtetuese, për e takon edhe drejta, po edhe përgjegjësia për shumicë. Zoti Kurti pranoi që s'ka shumicë, por kërkoi kushëzime në pozicionet paraprake që ka pas deri më tani. Ato kushëzime janë që të votohet fshet ose të rrëzohet votimi fshet duke u votuar zonja Haxhiu sërish. Edhe më pas një ndërlidhje e përshëndëruar e votimit për kryetar të kuvendit me kryetar të kuvendit pra pozicione paraprake që na kanë sjellë në këtë krizë. Mos lëvizja nga këto pozicione e bën fatkeqe gjendjen e tanishme politike, po për më tepër mos harroni se këtë herë kemi një akt gjykim të gjykatës kushtetuese dhe mos respektimi i gjykimit të gjykatës kushtetuese është për lidhjen demokratike të Kosovës hap i parë në përmbysjen e rendit kushtetues. Ne bëm thirrje, bëm përpjekje që të arrihet konsenzusi. E para që të na jepet e drejta, të votojmë për, kundër ose abstenim për kandidatët që propozohen dhe në emër të LDK-s me plot bindje, me plot vullnet, me plot zemër do të votonim kundër me 20 vota për kandidatin që ata propozojnë. Në këtë periudhë ata kanë vendosur një pengesë që është procedura fshet, e cila për vendimin dhe opinionin e gjykatës kushtetuese me paragrafin 187 bëhet e qartë se s'është kushtetuese, është e papadrejtë, është e paprecedent në historinë parlamentare të Republikës Kosovës. Prandaj nuk mund të marrim pjesë në shkelje të kushtetuesës pas aktvendimit të gjykatës kushtetuese. Pra, nuk merrni pjesë në sirvore. Shqeqani, unë po bëjmë thirrje edhe një herë që na jepet e drejta për votim. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë këtë drejtë. Përderisa insistohet në procedurë e cila është jo kushtetuese tani, neve po na pamundsohet e drejta për votim. Ne dëshirojmë të votojmë kundër. Po ashtu zoti Kurti dhe partia e parë ka çdo mundësi të zotit e të kushtetutës, e të votës së popullit, të krijojë një shumicë parlamentare. Për kryetarin e Kuvendit i ka 3 vota nga nisma. I ka po ashtu 5 vota për 3 emrat e tjerë nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, i ka dhe 24 vota për 40 emrat e tjerë nga Partia Demokratike e Kosovës. Pra ka mundësi për zgjedhje të zgjidhjes, por mungesa vullnetit të çështje orientimit politik asgjë më shumë asgjë më pak se kaq.